në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Hiri i Zotit tonë Jezu Krishtit, dashuria e hyjt atë dhe bashkimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Dhe me shpirtin tënd. Të dashur vëllezër dhe motra, shtektar për të gjitha viseve të trojeve shqiptare, mergat që keni ardhur nga Perëndimi, të dashur laqian. Sot jemi në fest, sepse dita e vdekjes së Shenatorit të Padovës është ditëlindja e tij për qiell. E të gjithë shëtrëve dhe shëtreshave u festohet dita e vdekjes, sepse e kanë mund botën e me fuqit Krishtit gjallur, ty e dëshmu aton këtë tokë, kisha non u a ka dhanë vendin e merituar, i ka shpall shëtrë dhe shëtresha, e ndërta është edhe Shenatoni i Padovës. Vëllezër dhe motra, fillimi i meshës është momenti kur ne duhet të reflektojmë brendin tonë, të kujtojmë fajet mëkatet e dobësit tona dhe ta shoshisim vetveten. A jemi në rrugën e shëtrisë, apo jemi të zhytur në mëkate e as që mundemi me shpresue, me fuqit tona që do të shëjtnojmë, por me fuqin e Krishtit do të kthehem ka Zoti, do të pëndohem për mëkatet mia, do të përshpresoj se edhe une me ndërmjetësinë e këtij shëjti një ditë do të kësohem për gjithmonë në lumturinë e parisit. Gjithë së bashku të penduar me gjithë zemër për faje, për mëkatet tona, të themi: po i rrëfehem hy të gjithë kushtetshëm, dhe juve o vëllezër e motra, se kam gatuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim, prandaj më porositem se Lumes Mari, gjithmonë Virgjër, të gjithë engjëve, shëndërve dhe juve o vëllezër e motra, që t'i luteni për mua, Zotit hyjto. Hy i gjithë pushtetshëm, pas mëshirë për ne, na i fal të mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Amen.